Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi së takomi edhe sonte në emisionin e Rregullt javor ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqat Krasniqi. Siç e dini tashmë ky emision pra është drejt për drejt përmes ekranit televiziv në RTI, pa ashtu edhe përmes faqes zyrtare në Facebook Dr. Shefqat Krasniqi. Përmes linjës telefonike mund të bëni pjesë këtij emisioni për të bërë pyetje dhe sigurisht edhe pastaj për të marrë këshillat apo përgjigjet e hoxhës së nderuar. Selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se gjejmë. Atëherë, po fillojmë një me pyetjet të cilat kanë arritur në adresën tonë, ku kemi një pyetje nga një motër, thotë selamu alaikum. Thotë unë punoj me ëmbëlsira dhe shpesh herë në tortet për fëmijët duhet me përgatitur disa figura, animacione të ndryshme, për shembull arush, lepër, Mickey Mouse e tjerë. A llogaritën këto figura të si skulptura apo jo? A më lejohet të përgatitja atyre apo jo? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar i dërgojmë, familjes së tij shumë të nderuar, shokët e tij shumë të respektuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën e atij burr të madh derisa tek kësaj dite kanë ndjekur dhe kanë trasuar dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, figurat të cilat i bëjnë në për ëmbëlsira kuzhinieret, zakonisht, shumicën ndoshta të gjitha rastet, janë figura në kuptim të përgjithshëm, duket si figurë e një shtaze apo shpeze, por nuk është e detajuar ajo. Nuk është e detajuar. E që në kupton më ndryshe, figurat të cilat i vizatojmë, fëmijët, piktorët të ndryshëm, po dhe skulptorët, figurat e gjallësave, nëse nuk i duket e qartë fytyra, përse trup nuk prish punë pastaj. Pse? Sepse fytyra e një gjallëse është kryesore e këtij trupit. S'ka trup pa fytyrë, pa kokë. Nuk ka. Ta zëmë njeriu nëse vizaton një piktor, e vizaton krejt qysh është njeriu, qysh din me artin e vet, por fytyrën ja lën rrafsh. Nuk ja piktoron apo nuk ja vizaton sytë, honën, gojën, fytyrën ja rrafsh. Kjo lejohet nga se nuk është njeri kë. Njëjtën gjatë të shtaset e shpest. Andaj këtu motrat, kuzhinierët se ti bëjnë ëmbëlsira, të zakonisht e bëjnë trupin e një shpeze, një shtaze, ako ta diun, por të fytyra nuk e bëjnë detaj, edhe është mirë ta qëllimisht pak, edhe mos me fokusu në fytyrë heq. Edhe kaq, nuk prish punë, inshallah. Atë vazhdojmë, kemi telefonatin, kuadrojmë. Selam aleikum, na për ju edhe hoxhën. Selam. Dhe është një pyetje që Shefqet më ia bën, ndoshta ja kam bën më herët, por kum harru, nuk e di, goxha si moti, po ndoshta se kum bëj hiç. Puna është gjatë për hixhame me bu, që përdoret alkooli kundër varrës. Siç e ke përshkruar ti edhe shumë dietarë që alkooli është i ndyti pa pasur, qoftë me pi, qoftë me pikë në tesh. Ky lloj alkooli, a është i barabartë me alkoolin e ndytë të varrës kundër gjakut mas hixhamës ose ndërum? Qartë është pyetja. Selam aleikum, Allah i rujt. Selam, natën e mirë. Aleikum selam. Po, pyetja ka ardhur disa herë, jo ndoshta e njëjtë, por ka ardhur për përdorimin e alkoolit medicinal në pastrimin, dezinfektimin e pjesëve të jashtme të trupit, plagëve e tjerë, si fjala vije, kur merr injekcione. Teknika për motrën nëse nuk tap injekcionin pa ta dezinfektu vendin një herë. Sepse është urdhëruar ajo me bërë qatë veprim dhe nuk e bën ndryshe. Kështu që kjo është përdorimi i alkoolit, është pjesët e jashtme të trupit, alkooli medicinal, s'ka shmërisht e përhapur në botë. Ka zavendësim, jodi është zavendësim,
Në vendet islame, ku ndalohet përdorimi i alkoolit në mjekësi, në vend ti e përdorin jodin, për shembull për dezinfektimin e plagëve. E përdorin jodin, si fjala vjera Arabia Saudite dhe sa vende të tjera. Mirë po, alkoholi medicinal, është kimikal, nuk është natural, nuk është verë, nuk është vodkë, nuk është ku din lloje të ndryshme të alkoolit, nuk është. Kjo është proces kimik. Janë disa procese kimike artificiale, të cilat janë bërë nga kimistët, farmacistët, për me dalë alkoholin. Ndërsa alkoholin që nifet në botë, pijet alkoholike, verët e tjerë, që në kryetyrë kryesore është vera, ajo është alkohol natyror. Natyror, me një procedurë shumë të thjeshtë, ku krejt njerëzit dynjas, të cilët e pinë alkoholin, jenë të formuar, apo e bojnë për shtëpi, apo kanë bërë me 1000 vjet njerëzit. Ata që janë jo musliman gjithmonë. Sepse është procedurë shumë e thjeshtë. Dallon se nata me ditë, emri është i njëjtë, por dallon shumë. Tash, ata që në kanë njohuri thënë ky alkohol, shkon alkohol, po është medicinal, mos harra. Ta nuk pihet, ta e myt njeriu në pi, e kallë, e djeg. Ta është për plagë. Se substancë është e pasër nuk është e ndyt. Ndërsa kjo alkohol është e ndyt. Megjithatë, fakti që ka në alkohol dhe fakti që është alkohol 100% apo gati 100%, 98-9%, kur ka mundësi përdor diçka tjetër, e përdor që shtashën dësa vende islam përdorin jodin, por se në vendet tona dhe në vendet perëndimore përgjithësi përdoret alkoholi, atëherë nuk është alkohol natyror, është artificial e para. E dyta, është përdorimi i jashtëm, jo i brendshëm. E treta, ky alkohol me të cilin dezinfektohen plagët, apo pjesë e trupit azo me injekcion, apo hijame që të ceki ky pasran, ky alkohol avullohet tretet në trup dhe nuk mbetet më. Andaj, me pas opsion tjetër, është më mirë gjithmonë me momentin që ki dyshime, diçka në to, e ki dyshime. Si fjala vije futja alkoholit në për disa ushqime. Tani, ti me bëmë him fetfa, një ka një, mi mbledh një 50 fetfa, të njerëzve lindje perëndim, mund ta gjesh ndonjë fetfa, të ndonjë hoxhe, juristi, thuj doktor, thuj alimi, që është dush, sa është më rëndësi, i cili thot, alkoholi i vendosur në artikuj të ushqimor ëmbëlsina të ndryshme, se vendese, se kotadion të tjera, lejohet duke mundu pastaj me e spjegu shkenstarisht, se është i tjetërsuare, ka kalu në për procese kimike të ndryshme tjere, mundohet me justifikohu, mirë. Ndoshta gjenat fetfa. Por, edhe nëse ta mush mendjen ty, qaj zëtnia me qatë fetfa, a bën me vetë diçka. Çfarë zori kiti me hangër qatë ushqim me qatë alkohol, që shku për të kalëzënët e qartë, ka alkohol, çfarë zori kiti me hangër qatë, kurse ki ushqime tjera, sa të dush që 100% një sigurt. A gjithë më dhe me shku në dyshime të ja? Ushqim o kë? Kjo është ushqim. Në ushqim robi dhe të me kanë tepër i sigurt. Qka pa hanë? Për atë të këni në islam, fjale ngre fjale, nëse i kena 9-10 delet prejne, a më njëra për i tynë është ngordhur, 9 janë therrura, shariati që është halal, njëra për i tynë e ka therë një budist, një ateist, ose ka ngordh ta ja ka prej kokën. Dhe tash janë 10 të njëjtë. Cilën dhe me marë, cilën dhe me lanë? Krejt i lenë. Asnjë se merë. A shef?
Sepse momentin që përzihet halal dhe harami, jam unë harami. Andaj, çka futu mrena në organizëm, është shumë e ndihshme dhe dallon shumë prej asaj që është jashtë organizmit. Se fjala e vije, jo vetëm alkohol kimikal medicinal, por edhe alkohol që pihet në për luftra, në për skamje, në për tërmete, në për gjendje të jashtëzakonshme, mjekët nuk kanë gjithmonë alkohol me vete. Çka bën doktorë, mjeku atje kirurgë, thot dikujna bema daraki. Bema daraki, që për rakin. Bema të nëzvekte plauken. A e din që kjo nuk është enkas për ta, dhe nuk ka alkohol medicinal, thot, në munges të ati e përdori këta. Shtu që të sem dhe pas parasysh robi shumë që ka përfut më rana në organizëm, e jashtë diçka tjetër, më rana në organizëm diçka tjetër. Vazhdojmë tutje me emisionin, kemi telefonatën e radhës, ala. Selamun aleikum. Aleikum selam. Kesha 3 pyetje për hoxhën e nderuar. Por, nani. Desha të di për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që është ushqyer nga një grua tjetër prej ushqyer me gji në atë kohë që kishin 3 ditë populli arab. Kisha dashur të di më shumë për vëllezërit dhe motrat e tij prej gjirja, ka pas apo hiç nuk kam ndonjëfarë informacione, nuk kam mujt me gjetë diçka. Edhe pyetja tjetër është për profetin Dhulkifl, edhe ato shumë pak përmendet. Në Kur'an e kam lexuar disa herë përmendet bashkë me Ismailin alayhis salam, po më shumë për ta nuk di. Edhe pyetja e tretë është, unë punoj 8 orë dhe kur vi pe pune në ora 4:30, vi pak para burrit ndonjëherë, po me një ran ja filloj me budarkën, se në qatë kohë më lidhet krejt familja, po ndërkohin edhe i kindia, edhe kajherë jam shumë e zane me buk, sa nuk muna me fali kindin, po jam shumë e brengosna, a me lam bukën, gjellën ose diçka me shku me fali kindin, a me hangër buk, e tani me fali kindin, edhe pse akshami nuk hen deri në ora 10 mbrëmjes. Kështu që ka kohë, po apet jam me brengosne qysh me vepru, qysh është me e mira. I qindina për falë mrana kohës vetë. Po, normal e fali në ora 6:30, 7 sa po të kry darkën e fali kindin. O kry. Bashkë jo. Allah i shpëleft, të mëni pas pak përgjigje, ti përshëndesim. S'ke nevojë me zatën shumë, faleminderit. Namazin do të me falë mrana kohës. Jo pa tjetër në kohë, po mrana kohës. Kur themi në kohë, mund të kuptohet në fillim të kohës. Që shka në hadith atje, kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është vepra më e dashur te Allah, ka thënë salatu ala waqtiha, namazin kohën e vet. E tani namazin kohën e vet, ka më shumë se një manasin i kuptim, por ajo që kuptohet të shumica ulemave, namazin kohën e vet për namaz se të hin kohë tina. Falë namazin në fillim të kohës vet. Falë namazin në fillim të kohës së vet. Për ndryshe është me mira, po thot me mirë, po thot e paqare. Kur thot me mira, pra tjetër është e mirë. Namazë se namazë. Allah i kalan, të bareke o tala. 2 pika, hyrja, dalja. Këtu fillon, këtu mbaron. Rahmuk Allah. Këtu fillon, këtu mbaron. Momentin që fillon kohë namazit, këtu kete drejt me falë namazin dhe është me mirë. Deri në fund ke hapsir. Është mirë, mos me qonë në fund, veçanti pa arsye. Si fjala vije, mos e kejtë fjalët e qindia. Pa thë dikon atje në ora 10, çka thaj qindia, akshami dikon atje në Evropë. Në ora 10. 10, hen akshami. Po mesela 10 në 10 i qenin. Mesela asë në gjysë në 10 i qenin. Po jo smujta se kesh mësafere thmin për të vogële, kesh një qova thmin të mjeku në regull. A për me ku e ke falë. Ndërsa për rinë këkër shpinës, po pi qaj, buka është emergjente, është nevoj. Qaj, bën mas namazet me përshu pak. Sekundë Ramazan, niftar hajnë buk, e ka dalë pim qaj.
Pa akşam mos ma shty që atë shumë, mo musliman. Mos ma le akshamin shkak qajit. Ma bërë se qaj bën pak ma vonë. Buk ha po se ka gjiru të në ditën. Ani ha buk. Ta në falë akshamin. E qajnë ka dal dejnë të ravi. Sepse qajnë bën me shty pak. Pra edhe ditë e zakonshme. S'prish pun heq me shtyje i qindin shkak buke, për dire sa falë mrana kohës. Por mësele deri në fund. Veçanti pa arsye për përseres, pa arsye. Se kur ka arsye, në rregull është e punë. Allah i trujt. Asa përket dhe lkeflit, kur veshtin Kosovë tash, sepse duket je jashtë, bleje librin të tërgimit e pejgamberve, Aleihimus selam, merra, ku e gjonë, nuk e dijune, dhe atë ki për të gjithë pejgambert, dhe kemi folur në temë të veçantë edhe për dhe lkeflin, sa har përmen Koran, kush ka qenë, çfarë mendime shtolemave ka rrëthtina, tjerë, aqë sa kemi gjetë material për te, tërgimet e pejgamberve në Koran. E mërë këta, edhe mërë rruga ndryquare, që e biografia pejgamberë sallallahu alaihi wasallam, kun te e gjenë edhe të gruan që përmendë e fillim që së kujtu hamni, e që është Halimja. Halimja, befisit Beni Saad, pra ta shuj Saadije, Halimja, e cila i ka dhënë gjë pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pejgamberi ka pas vllazi dhe motra nga gjini. Po ka pas edhe të tjerë përpas Halimes. Edhe në Mekë këtu ka pas pe gjinit, edhe atje në Taif, ka qenë Taif, Halimja, periferit Taifit, jo bashkë në Taif, periferit Taifit, edhe sa dhe kësaj dite është fisi Beni Saad, dhe në kom shok me që atjet fisit Beni Saad. Që ati venit, kom shok me që, dhe shpesher u shkenë Mekë, i vizitoj ata, i bojmë një nejmi dhe shkërtine, të arabë kështu, bedevive kështu, najtë beduenve, në shkërtitin, që kanë qef ata, dhe në kam qef atë nej, jam pëlqejnë tyne, jenë fisit Beni Saad, fisit të Halimes, asa gruja të bekuar e cila e ushqeju pejgamberin, edhe agji pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kemi telefonatin kadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Po të një pyetje për hoxhën. Ordane. Hoxhë jam konë numre para të mujve. Sta më param sy atje shumë që me thonë është njerëz o për çobës të qysh që bëshin do gjesë të sikur me adhuru çobën. Për shembull, Po të qysh që bëshin do gjesë të shumë çuditshme. Të shumë të peshtë të deshë në të veta, a bojnë loj kuplik ta që... çfarë gjeste bëshin? Çfarë gjeste? Po e pushin çobën e dhe qysh të di. Qartë. A ke pyetje tjetër? Po. Jo, po ndeshën. Ju përshëndesim natën e mirë. Nuk është kofër ajo. Sahi, nuk është sënet. Nuk është sënet me puthat mbulojen apo mbëlesen e qapës. Nuk është sënet me puth gurë të qapës. Sënet është me puth gurin e zi, ose me prek me dorë. Kjo është sënet. Nëse jo peslartit, e bë me dorë apo peslartit, sikur se me prek peslartit. Sikur njeri kërë përshëndet. Pse që dorën përshëndet njeri unë, s'pun ja zgat dorë, sepse është në distancë, e që dorën lartë, i shenjë respekti dhe përshëndetje, dhe përshëndetja që vë dorën, me kanë afer, ja zgat dorën. Peslartit e që dorën. Përshëndetje kjo është. Edhe gurin e zi ne përshëndetim. Nga distanca, që vëmë dorën lartë, ndërsa nëse e në afer,
e preku me dorë, ose më mësi dhe puthëm. Pse? Sepse pejgamberi ka vepruar kështu, sallallahu alaihi wasallam. Për ata Omeri, radiallahu anhu, ka thonë, një herë të bë tavafën, e thot gurit zi. Unë e di që ti e guri. Unë e di që ti e guri. As bën dëm, as bën dobi. Guri. As nuk bën dëm, as nuk bën dobi. Po mos ta kisha parë. Po mos ta kisha parë. Pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam duke të puthur, nuk të kisha puthur. Omeri pa thot kështu. Por me qenë se pejgamberi i Zotit ka puthur t'ju guri, unë bëj që ka bëhaj, veprej që ka vepruaj, sepse që ka vepranaj, është senet për neve, është fe. Shkurt është fe. Fe është me prek gurën e zi. Fe është me puth gurën e zi. Fe është me dhonë pislartë në përshëndet gurën e zi. Po edhe gurën e Jemenit në kandin tjetër, edhe atë po. Për ndryshe, tjertë jo. Por njerëzit i puthin nga gjehli, nga mosdia, po shirk nuk bën, sepse për me bo shirk, shirk bën kur ke bindje, se në diçka tjetër, pas Allahut këtë ras guri, mbulesa e qabës, pe gurëve qabë, pe gurët, gurë të natyres, gurë të Zotit. Gurë të Zotit. Shta gurë që nësë të qabë, a kanë qenë këtë Ibrahimit ta? E jo. Ma dje asë këtë pejgamberit. S'ka qenë shta gurë. Tamam? Kështu qenë gurë këta. Ta zbëjnë damas dëbi, ma dje gurin e zi, i cilë ka zbrit pe gjenetit. Omeri pa thët, unë e di që ti e guri. As bën dëm, as bën dëbi. Por me qenë si i dashur i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, ka puthër për të puthi. Pra, njeriu runa zët kufër, apo shirk bën, nëse mendon se guri shëron, trun, të mbron, bën shëfat të Zotit, o kuta dijune. Qenë çështje të akides, i adhurime, i badete, të besimit, janë shtyllat imanit këto, të ndishme. Ne dim si musliman, se Allah i madhruar është i vetmi, dhe asë ka rival, që ndorën e tina është shërimi, është mjekimi, është dhami, është dobia, është jeta, është vdekja, është çdo gjë. Dhe se asnjë grimc, një thërmi, kompetence, asnjë krijesë Zotit nuk ta ka. A të shka një thërmi? Një thërmi, kompetencë, mundësi aftësi, thuj që dush, apo pushtet, apo që dush thuj. Nuk ta ka asnjë krijesë, as për njerëzve, qoftë pejgamberëve, dhe as për meleqve, qoftë meleqet më të afërt të Allahu, si Gjibraili a.s. Kështu një besim musliman. Sa përket pushtetit, si Gjibraili, si pejgamberi Muhammed, si të si unë, si këtë njerëz të tjerë, para Zotit e njëjtë, pushtet s'ka askush. Askush! Pushtetit takon vetëm Allah. Lillahi mulku s-samawati wal ard. Ati përket pushtetit absolut i qive dhe i tokës. Juhi o jumit, a i njall, a i vdes, i rëzëku me jesha, jep kuj dën, bën që ka dën, fornizan kanë dën, bjedil emrën dortina, çdo çështje, çdo gjë dortina. Çdo gjë dortina dhe kaq. Tash imagjinoni sa është i afërt pejgamberit te Allahu. Çka ka ndur pejgamberi? Asgjë. Për ata analiot neve si musliman, që këmë të vorë, themi, ja Rasulullah, ti je kanë burri madh, anë pse ke vdekur, jenë zemra tona burri madh, ja Rasulullah, një mana të Allah, bërë në thana. Ose, o Meleku Gjibril,
ti je me ilaçet e Allahu, ty Allahu të ka vënë për ilaçeve tjera, ndërmjetësën të Zoti, pa bën Zoti kështu dhe kështu. Zbate e bon. Sepse s'ka pështet ai. S'ka pështet as Melekut Gjibril, as pejgamberi Muhammed, as askush këtë dynja, pas të madhët Allah te bareke ve teala. E njerëzit që e prekin qabën nuk e konsiderojnë një shejtëri të tillë. Por nga dashuria që kanë ndaj Allahut, e që është gabim ajo ashtu, përsëris është gabim. Nga dashuria Allahut, ndaj Allahut që kanë, ndaj qabës, shtëpisë Zotit, ndaj atij venit shajt, mundohen me shpreha dashnin që e kanë, mundohen me shpreha dashni. Po. Kemi telefonata po? Selam aleikum. Ka ik telefonata. Atëherë po kalojmë tek një mesazh. E kemi apo se kemi? Selam aleikum. Nuk ka ik. Atë thotë pyetja radhës a lejohet me shku në deti, shembull me gjetë ndonjë vend që nuk ka njerëz në plazh apo ka njerëz mirë po janë larg njëri tjetrit shumë. Deti si deti, sa ansarë kemi potencuar, se është krijesë e Zotit, ka krijuar Allahu për njerëz, detin. E të mira të dobit e detit janë të njohura, për këtë njerëzit nuk ka nevojë me shpjegu. Por ja që njerëzit ta bëjnë haram detin, qysh ta bëjnë haram sheherin qytetin. Edhe tani, ai shkreti plaku, ai njeri devotshëm i maran shumë, pe katonit atje thotë, po du me shkon sheher, për plasa fjallore në vjetër, po du me dalë në qytet sheher, po me zama kesh nuk kam met me dalë në sheher. Nuk kam met me dalë. Që e bje kje, penal kushas, kush nuk të nalë, po prish. E kam prish njerëzit. Tamam e kam prish njerëzit. Sheherin qytetin të prishen. Detin të prishen. Tokën e prishen. Ku të shkojnë njerëz e prishen. E Allah i madhruar për këtë të Kur'an, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. O për hap fasadi bie rëmuj, i bie prishje kuilibrit, pezullim i vlerave njerëzore, për hapje antivlerave. Fesad, çdo sen që është kundër ligjeve të Zotit, kundër natyrës së njeri që është krijuar njeriu në te, është fesad. Amen i madha fesad. Allah po thot, o për hap fesadin tokë dhe në deti, dhe ja deti, për shofëm ne. Nuk të lojnë hapësirë me shku në deti, me shfryzot mirat e Zotit që ka kriju Allah, sepse bo fesad, kam prish detin, prishin detin mileti. Shkëndeshen atje, audhu billah, së një përshkru njeri nuk më një përshkru as tutet me menun ato. Qysh njeri derin këtë deregje, derin këtë shkallë, insani, mënet me lijuve të vetën e vetë, e me shku më desh, derin atë deregje, para miliona njerëzve. Kurse ka e thët veti musliman e besën Zotin hake deken, hake gjenitin, hake gjenhemin, hake besën Koranin, e besën ditin e kiamet edhe prap që tohën e bën, runë a Zot. Pra, për dirësa diti si deti është halal, është krijuar për njerëz, nëse gjon dikun deti ty që s'ka njerëz, pse me qenë haram atëherë? Përse me qenë haram? Për çka? Pra, në vetën e vetë nuk është haram, pa haram të bojnë të tjerët. E ti, po shkon të kënë në vend, ku të tjerës nuk pojnë me të bojnë haram, sepse s'kanë dëpërtu ende. Po shkon për më shefish dikun dhe një skaj, po halal është po nuk diskutohet të qasë, së në thot askush që haram. Të shkua për një pauzë të shkurtë dhe pas ta rikthehemi në studio, që ndroni edhe më tutje me ne. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch.
Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën dhe kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë pa humburko. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhani. A ndëgjohë mirë? Po ju dëgjojmë urdhani. Kam një pyetje për hoxhën. Djali punon me një firmë, është i menaxher, pagesat bëhet të djali, e djali jep shefit paret. Mirë, po shefi ja dol djalit gjithë ja vjedh urt, dikun ka 250 euro mongu ja jep. E ky ja jep paret gjithë komplet si ja merr asnjë cent. Tash, a është gjëna ky me nol atë që ja ka nol ai? Po çfarë arsye e nol paret ai? Po ja vjedh urt, që shtë punon ma shumë, ky i shkruan urt, po kur e merr rrogën i mungojnë 250-300 ma pak. Tash i ka thonë shefit, po mungojnë ja mirë janë, a ne ky ja ka çuar, ka unë ka thonë unë e mirë jam, çka ke shkruar ti s'di, ama djali nuk është që merr, asnjë cent s'ja merr. Tash u bo marak, me ja nolën e a bën aju. E më ka porositur me pyet hoxhën. Do të mëni pas pak përgjigjen. Përshëndetje. Faleminderit, Allah i shpërblet. Amin, selam aleikum. Dhe me thonë, filani, sikur se fjala vjet, jo, punon të një kompani. Dhe pronar kompanisë të ka besu tyje, ti merr paret, në fakt, i menaxher, apo? Gjitha pagesat bëhen tone. Tamam. Dhe tash të zame dhe zënë shefit tanë, po, komplet paret, dhe për punën që ke bërë ti, ai të pakan tyje, të zame 10 orë, 20 orë, i që bi 250 euro ose 300. Dishka ke qështu? Po. Me kotën e bje ma shumë, atje ndoshta ma pak. Tash ky do ta mujm që të pore që ja dorëzoj mi nol, si të hakin tem. Po, Pa dinë tina? po hakin tënë ki drejt me nol. Në fakt, rane është me dini ti, po nëse nuk kuptanaj, apo nuk dënë me kuptu, bëhet që s'pe kuptoj, ti hakun tënë ki drejt me marë. Hakun tënë ki drejt me marë, për ju me shumë se sa hakun tënë as një cent. Dhe amo këtë hakun tënë, dhe me qenë shumë si qelë. Sepse, duket kështë në përëndim paguat me orë. Tani, ati ti paguan 8 orë, ti për në 9, një orë është pauzë. Nuk të paguin, 8 i paguin. 8 orë, herë 50 javët, herë 4 javëtit. Ti ke punu e 10 orë, 11 orë, 12 orë. Ke punu. Po mirë ke punu, po këtu nuk jem pjesë e punës. Nëse shefet ka thonë, shtoj orët, këtheja të rgejnë fund. A nëse shefet nuk të shtoj, për ti shton orët, sa hiti kontribon kompani, por me të kia dhe të orë shtes me marrë atje. Se mësë me të dhanë orë të shtes, nuk arren. Tash kur të fitojnë shti orë të shtes, i bën 24-50 orë shtes, dhe tani ai nuk t'i jep, ti e fiton e merr fetvan për mirë se dikuj thu e kam halal, unë e kisha halal me marr. Jo. Ja kështu në thashën që halal. Mrana marrveshjes me shefin. Nëse shefi mrana marrveshjes që ki, marrveshja shumë e qartë, për ndonjë arsye, për ndonjë shkak jo të justifikueshëm. Të nalë sepse është bërë ligë, sepse është i padrejt. Nuk sile drejt me punëtorët, mënohet me i shtryll punëtorët. Unë kam drejt marrë hakin tem, veç hakin tem, edhe asë gjë më shumë. Inshallah. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Alo. Po, Aleikum selam. Selam aleikum edhe për juve. Selam. Kështu kam një pyetje për hoxhën e madh, inshallah lejohet me lejen e Allahut. Urdhani. Kam bërë një aplikim për të një punë, është një fabrikë këtu në Gjermani, fabrikë aromash. Se shkova e provova ditën me punu, mirë po ati të komuniku me ata kolegët, ati kishte edhe muslimane, alhamdulillah, tu i vetë, kishte edhe aromë të alkoholit.
Tash nuk e di, a lejohet me punu, a mos me punu, do me thonë aromat e parfemave, shumë lloj të ndryshme të aromave. A është e njëjtë si alkoholi, kështu direkt, a lejohet me punu? Qartë është pyetja, ju përshëndesim. Edhe një pyetje ose se Urdhani. dim. Si mu dha mundësia me fol me hoxhën e madhe, inshallah së mdel shpirti pa e taku. Amin. Zoti ju rujt, selam aleikum. Aleikum selam tullah. Po thotë ky vllahu, fabrikën e Parfumave, Po. aromave. po lejohet me punu. Po lejohet, sa ajo është tretët, ajo është vullohet tretët, nuk ato bën me punu, inshallah, nuk prish punë. Atëherë kalojmë tek telefonata tjetër, alo. Ala, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, ishta me bo një pyetje të hoxhës. Urdhani. Ishta me bo hoxhës një pyetje, tha i fali 5 vaktër, unë ka dek baba që 2 javë det. Po. A moj mi kënu Koran në i sen? Në rregull. A mja kënu të svedovëna cilat janë këtu, se ma nuk jam pas qa që kjalt. Do të merrni këshillën pas pak, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit për telefonatën. Natën e mirë. Allah pas më shiru, e ja pas pranu veprat e mira, e ja fal veprat e këqija, atij të gjitha atyre të cilët vdesin me iman, sepse ai që vdes pa iman, mas pare s'kem drejt me lutë për te, e pastaj lutë sa të dush, sa asgjë dobi nuk ka. Nga se veprat e mira i rënohen dhe nuk peshojnë fare ditën e kiametit. Që ka thonë Allah i madhruar në disa vende në Kur'an, ndërto ajete kuranor, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu hebaan menthura. Dhe ne ju sillim atyre veprat e cilat i kanë bërë. O sillim ditën e kiametit. Por, u asgjësojmë ato. U asgjësojmë. Nuk peshojnë fare në peshoj. Nuk peshojnë. Nga se nuk kanë qenë të pranuara të Allahu. Allahu na ruajt. Allahu na ruajt për kofrit, Allahu na ruajt për lethitjes, ja Rabbi. E qa me knu për babën, apo qka pat kja? Do a lutje me së mirë me ba. Me lutë Allahun e madhruar që Zoti mja pranu punë të mira, mja falë punë të liga, me mshiru i madhi Allah, mja letësu jetën varreza, do a me ba. Dhe kështë më radhë. Sadak me dhanë. Shumë është e mirë sadaka e për të vdekur, po dhe për të gjallë. Pëse për këtë Koranit, Koran nëse din me lexu ti dhe bën hatme, po bën mja ba njetë shpirtit babës. Për ndryshe me pagu dikend, jo asnjëherë, nuk bën. Heq nuk bën. Kjo bidat, s'ka sevap. Korani me pare nuk knohet, edhe nuk i dhërohet askujt. Korani me para, sepse është kënu për pare, nuk është kënu për Allah. Të bareke o ta'ala. E me Korani në bujmë të gjaret, në bujmë të retimi fjallën Allah, të azze vë gjellë. Andaj, askosh për elemave të vjetër, që shka thonë Ibn Abil Izz në koment të akidës e Tahavijut, e që në këtë fjali të ti kam cekur në librin tim Sharh koment e akidës e Tahavijut, e kam cekur edhe në librin tim Vdekja dhe jeta në varreza, dhe atë ki motor pjesën e funit të librit të Vdekja dhe jeta në varreza, e kam cekur se pe qfar veprave përfiton i vdekur. Qka përfiton, pe qkafet përfiton i vdekur i mas e vdes. I kam sharuar njën nga një.
me mevlude, me qelime, me koran, me hatme, me sadaka, me dua, i kam përmbledhur, ka vllak vepra i kam cekur, se për qkafit, përfiton dhe qysh mujna me ndihmon të vdekurve ne. Vdekja dhe jeta në varr. Kështu që ti më së mirti është më lut për babën tënë, qysh lut në hanë dhe në aty tjerë, dhe kush ma shumë e kush ma pak, për prindët tonë, me i falë Allahu, me i mëshiru Allahu te bareke wa taala. Atëherë vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum, a dëgjohemi telefonata? Aleikum selam, jam një vajzë 8 vjeçare, të ishta me pyetjen se a është haram me shku ndejti, se unë babet mjëm të thonë me shku ndejti, pa e përsa që është haram. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, donë se... Baba mire ka, po edhe se këta shkëndeti ku ka kallablak. Mire ka, baba mire ka. Ndeti, sëdë që shkojnë shqiptarët e tonë, është haram, më i madh se sa me pi një gotë raki. Me shku ndete se që shkojnë qëta shqiptarët e tonë, muslimanët e tonë, është haram, më i mas me hon një derë të plot, midis sofrë për ta qëtë një derë e me hangër, është me haram me shku ndete. Që shkojnë qëta laznia, qëta motra tonë sot. E nuk jena zëna me bojtë se haram. Ani shkan deti në shtator, shkan deti më shumë me gjithë dikën do një vend ku nuk ka njerës, nëse gjanë. Për ndryshe, shkuna për plazhat publike, ku me qindra, me mira, me 10 mira, njerës, krejt gati desh që ka falë Allahu. Jo mërë ati më tup të lëshato, ka më tup për zbëra në një hëdhërim i Allahot. Audhu billah. Allah haruna ja Rabbi, Allah haruna zët për dënimit tëndë. Me në taku neve Allahu me dis gjëna qarve. Audhu billah, audhu billah, audhu billah. Allahu në arroj për hidhërimit tina ja Rabbi, e për dënimit tina. Nga e babën, qëfar deti? Po. Kalojmë tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Dashta me bo një pyetje për hoxhën. Urdhoni. A është haram me pas rampin që nisun në mërë kështu në fotografinë, dhe më thanë figurën e profetit Ibrahim kur ja çon kinxhin për kurban? Qartë. Faleminderit, ju përshëndesim. Selamu alaikum. Ajo është vizatim. Po, vizatim, po. Piktura, ato janë pikturat viteve 70-ta, fundet e 70-ta, fillimet e 80-tave, ka kanë ardhur, nuk e di origjinën, ama është mbushur Kosova, Bosna, Maqedonia, trojt shqiptar, trojt muslimanën e Jugosllavinë e vjetër. Në Arabi nuk kam pa ashtu. Dishka tillë në Arabi nuk kam pa. Dhe këni po, ato nuk bëmi qitë muri. Jo nuk banë, ato është në zjarëm ti, shparat është në zjarëm, edhe kaqë. Për shumë arsye. Për shumë arsye. Që disa i din kë, e disa të tjera nuk i din, ndërto që ka nuk i din kë, nuk lejohet personifikimi pejgamberëve. Askush nuk e din që shka qenë Ibrahim a.s. sepse s'ka pas atë ko vizatime, këse fotografie të tjerë. Nuk lejohet personifikimi me laqeve, të është kënë se me laqja, duke adërzuar dashin në vend kurban për mos me thirë djallin. Dhe me laqet, dhe me leko është i personifikuar si një femër e bukur me festanit e gjirë. E kushtat që me leko është femën për rënë. Kjo është shpifje. Për ata Allah i madhruar, i qërton në rënd me kaset,
të cilët thonë, një fesim arabe, jo krejt, kanë thonë milaçjet janë bijat e Zotit, janë bijat e Zotit, janë bijat, pra në gjenisë femrore, kanë thonë bejt, për bijat e Zotit. E Allah i madhruar i qartën rënd dhe thot, jo për Zotin, pja të riboni bija, a për vete për mohani bijat, se arab nuk i donin qikat, nuk i donin moshku i djemt. Ata që se doni për vete, pja të riboni Allahot. Edhe për shpifni, edhe për shpifni ndaj Zotit, se ka bija, për shpifni ndaj milaçjeve që për thënë jenë bija, kur shtat që jenë bija milaçjet? Milaçjet nuk jenë bija, as djem, as vajza. Milaçjet nuk kanë gjeni. Milaçjet nuk kanë gjeni. Nuk kanë. Andaj me çfarë të drejtë ti personifikon një melek të gjenisë femrore. Rran, për shpifën e Zotit. Shpifja ndaj Allahut është mëkat i madh. Kështu që një kallabllak, arsye janë që ato nuk bën më janë haram. Gjëna. Pra ndër të shfash i din dësa kë vlau, si dhe të dhe shumë të tjerë, veç që është fotografia në morën këbë me qitë muslimani. Andaj të atë hjek, është në furë shpëretit, kur të shpëreti dhez, ta është di vera nuk e dhezin, po nejse. Ka vjeshta që thë. Ka vjeshta, se ka për greset shkyje, edhe kaq. Kemi telefonatën e radhës, në ka adrojmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhënone. Mi mrama për juve dhe hoxhën, dhe ishta një dy pyetje që se ban. Po. Pora pyetja është se jam e sprovuar që 10 vjet nuk kam fëmijë. Jemi mundu me lypë, dhe me thonë ilaç halal, po ti tash halal nuk umron ilaç. Kum shkuna për mjek edhe që tash më kanë thonë mas mramti me bo një par operimi. E dishta me vetë hoxhën, a u konë mrena kaderit Zotit gjitha këtu që na ka ndodhë se kina ngo shumë na për mjek, dishta me pyet hoxhën që atë shamëlla kanë qenë këtu keq shkrume që kanë pas me ndodhë se na e ke pas si njerë që shtoja nashta me pas shku të kë, ade ish bon, dhe që ta i ma mira, edhe njeri ka shas menan. Qartë. Edhe pyetja dytë është, e këshyri një kunate kam, do me thonë e asko vedije, unë e këshyri vesh për hir të Allahut, do me thonë pisi jam martune kujdesna për to me gjitha. Adi për pastre me krejt kështu, edhe dishta me pyet hoxhën se a kam se vallë që e këshyri veç për hir të Allahut, do me thonë nuk e baj për kur gjë tjetër veç për hir të Allahut. Rregull, faleminderit. Selam aleikum. Selam, natën e mirë. Kur thush e bëj një punë për hir të Allahut, nuk ka nevojë me thonë a kam sevap. Sepse për hir të Allahut i bie, o Zot që problem ti mu, am sevap o Zot, është problem. Për këtë punë që e baj. Andaj sevapën e pret të Zotit. Ti punën e bën këto, sevapën e pret atje. Sa ma e madhe me qenë puna, shpërblimi është ma i madhe. Nëse ap dikuj në një gotoj, një shishe uj, e ke bo një punë, të mirë, që përblen Zoti. Po nëse atë qëllë dikuj një bonar, nuk është një si me dha një gotoj. Kështu që sa ma punën sa ma të madhe me ba, shpërblimi është ma i madhe. E ne e bojna edhe punën e vogël, japëm dykujna uj, po edhe punën e madhe, kur mujna dhe që shkena mundësit me bo punë të më dha. Deri tek pasërimi, lamja për kujdesja, ndaj të afërmeve tonë. Se fundja askush me zë nuk më të shti. Por e bëndi. Thu e bëj për hatërët Zotit. Se vapen e pret të Allahu dhe kaq. Çështja e fëmijëve motër, a ka qenë kader gjithsesi dhe kur në këtë mos dësho. As gjë në këtë dynja
nuk del jashta kaderit të Allah. Asë gjë në këtë dynja, në mënyrë absolute, nuk del jashta kaderit të Allah. Andaj krejt këto sprova që ai ke pas deri më tani, kanë qenë brenda kaderit të Allahut. Dhe dije se me u konqumë kam njerëz të gjennet, të këtë botës, dhe për njëherë më mundu të gjithë, nuk shenë mujtë me të ndryshu këtë kader që ka zgjedhë Zoti për ty të bareke o ta'ala. Qa për Zotin të ardhmen nuk e dim. Ti është mirë me lyp ilaçin, pra me lyp fëmi, është mirë. Gjithmonë brenda kufeve që ka leju Zoti, sepse dim me të rajtë me të mashtru mjekët për pare, por brenda kufeve që ka leju Zoti, nëse je diçka dyshim pëtë, mëse vepra, pa u siguru, mëse besa mjek belet, pa u siguru, dhe duat, lutjet, të vëkullin në bështetjen e Allahut, në Allahun e madhruar, kur mëse neglizha, kur mëse nashkala. S'ka diçka me fort se sa duaja. Duaja vetë është mjekim. S'ka diçka me fort se sa të vëkulli mbështetjen Allah. Të bareke o ta'ala. Pra lutje, dua, të vëkull mbështetjen e Zotit, në Zot ti ki ball. Ti ki ball. Unë qef ka më falë Zoti jam, më bërë nanë, babë. Por, edhe di që më në falë Zoti mu. Ma gje nëse nësem për thmi. Zoti më. Allah i falë Zekrias, pleçni. Shumë ulema kanë thonë se gruaja Zekrias nuk ka qenë në aftë me lindë fëmij. Por Allah i falë. Allah i falë dhe fëmij Sarës. Sarës. Ku vetë aja tha që ke Allah në Koran, tha kush me lindu në fëmija, unë si jam më për fëmij, edhe burri jam ka s'ka vetë për fëmij, nëse unë s'ka vetë për fëmij. Sepse e kishin 80-90 vjetë. Por Allahu i fali. Ma dje ju një, ja fali nise me Haxherën, mirë thash me Sarën, ja fali një, Ismailin, por ja fali edhe Ishakun, të bareke o ta'ala. Ja fali edhe Ishakun, Sarës, Ismailin, Haxherës, krejt kjo, lëshni, me në kalëzu neve që, kjo është Zot. Dhe kur donë Allah ligjet e thehen, sa e vetë ka kriju ligjet. Meriemja, a lindi pa burr. Me çfarë ligje? Me çfarë ligje? Me çfarë ligje lindi Ibrahimin, pleçni, gruaja sterile, burri plak 80-90 vjet, me çfarë ligje lindi? Me çfarë ligji lindi gruaja Zekrias, e cila ishte shterp, gru sterile? Me çfarë ligji lindi Meriemja? E me çfarë ligji e lindi Isa? Cën ligj? Ku ka ligj këto? Me çfarë ligji zjarri i ndezur për me djeg Ibrahimin që nuk ishte ndezur kur më parë, ka thonë historiant ka thonë kështu. Kur në historitë njerëzimit me herët nuk ka ndezë zjarë më i madh se sa atë ditë që është futur Ibrahimi mbi te. Dhe është hudhë me katapult, kështu që gjumë pes lartit. Dhe me javë me muaje kanë mbledh dru me qitë një minja. Gjithaj zjarë, nuk e djeg Ibrahimi çfarë ligje? Me çfarë ligji o qa detin kotë më satë. Çfarë ligji? Me çfarë ligji pejgamberi Muhammed, me rana një pjesë të shkurtë të natës, alayhi salatu wassalam, shkoj pe Mekës në Kutsi Sherif, rana natë, për një pjesë shkurtë. Atë e lidhi burakun, përpit me Gjebrailin në qiell.
Dhe më rana natë të këthy, të njëjtin vend, dhe për aty të prap me barak, i shoqëruar me Gjebrailin, deri në dhomën e vetë ku ishte fjetër, ende shtrati në këftof, i nxehtë. Kur erë sabahu, kërat, në këshëm rat, në sabarat. Më rana natë, gjithë këto të me banë, me çfarë ligje? Ajo është Zot. Ajo është Zot. Ajo është krijuesi i ligjeve. Ajo mbi ligje. Andaj të wakuli mbështetjen Allahun. Do dhe lutjet bojnë mrekullina. E të wakul dhe me thonë o Zot, unë ty të mbështetem, e di që ti e Zot për ty. Është këtë e le, s'ka se në të shtirë. Ti e din, të lutna, falim fëmi. Por, prap të e din e Zot. Nëse së më falë, unë e di që ti ju që s'pa mënesh. Pa mërë se shëndetin ta. Por, ti e dim se, unë se di. Ama unë hemi bindu që ti e Zot, me deshtë në falë fëmi, ki fuqi. Të wakul në Allah. Allah inshallah të gëzëm në vlatë harit e mbotër. Tërhoq kaq personte, faleminderit shumë. Të nderuar shikues të rrethis, do të takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbesh.